Atëherë pyesim Ertugelën, i kemi gocat sot këtu? Ardit, nga grupi që folën, vetëm 2 prej tyre nuk kanë ardhur, por kam kënaqësinë të ftoj zonjën Suzana, zonjën Vjollca, zonjën Teuta, zonjën Flora dhe zonjën Fishirete. I mirëpresim. Mirë se vini. Mirë se u gjeta. Si jeni? Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Urdhroni. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Urdhroni, ulluni. Po si jeni? Mirë, faleminderit. A i vëndi aty bosh, pse i kemi lënë, menduat që do vini të gjitha? Ashtu e menduam, por ja që s'ishte e mundur. Pse çfarë ndodhi? Njëra iku në Belgjik, nis për Njëra rrugë. iku në Belgjik, po tjetra? Tjetra kishte një problem familjar. Okej. Po të prezantohemi pak me radhë. Teuta Terziu, kapitenja e skuadrës. Aha. Flora Bajraktari. Shoqe. Hoti. Suzana Tusha Panameti. Vjollca Neli. Çfarë ju lidh bashk? Sporti, Ju ka lidhur që treja? kemi qenë Sporti, basketbollistet e 31 Korrikut, Aha. që të vogla që në klasë të 5. Vazhdojmë të jemi shoqe dhe do jemi gjithmonë shoqe. Tani në mesazhin që ne pam të gjithë, dikush nga ju tha do t'jetë ndoshta ndonjë trajner, do jetë ndoshta ndonjë sportdashës, dikush tha fëmijët, po kush mund t'jetë? Do një shoqe. Unë them shoqe. 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 Edhe mendoj shoqe. Unë mendoj ndonjë nga çunat e kësaj, se kaq shumë kemi shkuar te kjo, Aha. sa që i kemi mërzitur, edhe do na thonë, ju lutemi, mos esni më. Mos na shqetësoni më. Kushdo që ta ketë thirrur është kënaqësi. Besoj për mirë na ka thirrur, sepse kanë shumë respekt për ne, akoma qyteti i Burrelit. Atëherë le ta shohim së bashku tek monitori që keni përballë. Loni. Faleminderit. Loni, Shoku Loni. shoku Loni. Sa e bukura. Tani do doja të përsërisim edhe një herë që të identifikonim se na i tha ato pseudonimet tuaja, po t'i dim edhe ne. Atëre kapitenia si e ka pseudonimin dhe një herë? Capi. Capi, po pse Capi? Kam qenë kapitene dhe kap. A kap Capi, e kuptova. Po ju? Dhorka. O, ju jeni Dhorka, okej. Unë jam Tolja. Tolja, ja ta gjej, ju do t'jeni Piku. Po. Nga qatësia. Nga qësia. Dhe Cuca e? Lepur. Lepur. Zatonit. Okej. Ta dëgjojmë mesazhin e Lonin. Patjetër, faleminderit. Urdhroj dashur. Që ma keni zbukuru këtë ekran më sot. Sa shumë Gjithashtu. jetu. Është një durat e Zotit që ju bërë një pjesë në jetën time. Sepse më jeni gjendur edhe, jo vetëm në ditë të mira, po edhe në ditë të vështira. Kjo miqësia jonë prej 48 vitesh e ka një kuptim në fakt. Nuk mundem t'i harroj ato momentet bukura që kemi kaluar bashk, kur ikshim jashtë rrethit dhe secila nga ne përgatiste diçka në shtëpi dhe uleshim e hajshim të gjitha bashk. Dëgjoj shpesh ku vinë në Shqipëri që thonë, jo nuk ke njeri, sot s'ka më miqësi, nuk ekziston. Urdhro. Bravo, faleminderit, faleminderit që Shaloni, rrofsh. Ekziston, po të kesh një zemër të madhe, të kesh një pastërti shpirtërore, ekziston. Miqësi pa kushte. Shumë faleminderit Lona. Ardit, Urdhron. ajo thot për ne, ne themi për atë. Ne kemi qenë një javë të 4, kemi qenë Belgjik të shtëpia e saj. Nuk kemi lënë vend pa shëtitur. Në Belgjik. Vërtet? Po. Edhe jemi e kënaqur jashtë Kur vjen ajo, na mbet që është gjithmonë. muaji i surprizave të Norës ndaj nesh. Dhe Nora është një motër e madhe
Dhe gjithmonë ka marrë pjesë në gëzimet dhe në idhrimet tona, edhe pse është në Belgjik. Dhe kur vjen, na fton të gjithave, na mbledh. Na tregoj që flini tek shtëpia njëra tjetrës. Ja, shkojmë te Zana. Suzana ka pas një histori të dhimbshme, i ka vdek bashorti, dhe na ka lënë një amanet, mos ma lini Zanën vetëm, dhe ne nuk e lejmë vetëm, çdo vit shkojmë tek Zana, ka 2 djemë të mrekullueshëm. Po fëmijët respektiv me njëri tjetrin, me njëra tjetrën? Janë rritur bashkë. Janë rritur bashkë, të gjithë. E ruajnë dhe ata, e trashëgojnë miqësin tua. Po, sigurisht. Sa Tani imi bërgjyshe, do të lidhen. Edhe një brembesa. Faleminderit, Toni, faleminderit. Shumë faleminderit, Nora, Të gjitha që faleminderit. ekzistoni. Mund të kaloj dhe një mesazh tjetër për gjithë prindrit në fakt, që të angazhojnë fëmijët në sporte të ndryshme, jo vetëm në basketbol, sepse është shumë edukativ. Këto e din shumë mirë që unë jam ajo e grupit që nuk flet shumë. Dhe e di që thonë si ka mundësi ti, sporti të hap, të formon, të edukon. Si që thash më përpara, kam qenë shumë e ndrydhu, por falë shoqeve të mia, jam hapur, kam gjetë vetë vetën, kam gjetë mendimën e dhe bëj pyetje vetes, por mos kisha shku në klasë sportive. Kush do t'isha unë sot, pa këto? Ja, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit të shoqeve që i kemi njëra tjetrën, kemi dhe shumë shoqe të tjera. Loni, ka mbetur një vend bosh aty, madje ka dhe për mua të vi në vend të trajnerit. Eja i dashur, eja. Ja goca basketbollit, si brapon. Apo se keni botë bukur sot. Je shumë e mirë, Nolone, je shumë e mirë. Je madhe. Dhe kënaqësia ime është e jashtëzakonshme që kemi një nostalgji, ekipin e 31 Korrikut na ka ardhur sot. Ekipi famshëm i basketbollit. Dhe si që tha edhe Loni, më pëlqen të them dhe unë Loni tani, miqësia është ajo gjëja shumë e shtrenjtë që ne jo vetëm që duhet ta ruajmë fort, por duhet ta kultivojmë dhe ta trashëgojmë.